Ky emision u mundësua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Diaspora ko zgjedhjesh përmendet më së shumti nga partitë politike, veçanërisht nga partia që po e mban pushtetin vetëvendosje. Ata thirrën e diasporës së gjoja, ata vinë, votojnë dhe hakmerren kundër partive të vjetra që simas atyne e kanë shkatërruar këtë vend që 20 vjet, ndonë se është e kundërta. Në parti politike ka njerëz të diasporës, në aleancë është njëri prej tyne me kontribut të gjatë dhe të jashtëzakonshëm për Kosovën, për komunitetin, për istogun e përgjithësi, për aleancën, për Haradinajt dhe për gjithë ata që janë ballafaquar me drejtsinë e Hag. Në studio kemi të ftuar unë bashkë me Visarin Gani Dreshajn, kandidat për deputet në aleancën për ardhmërinë e Kosovës. Ai ka qenë deputet edhe një herë, ka qenë zëvendësministër i jashtëm, dhe tash është rikthyer në politikë pas disa vjetësh pauzë, me qëllim që ta rikthej kontributin për vendin në aleancën për ardhmërinë e Kosovës. Zoti Dreshaj, mirë se erdhe në studio, të falenderoj që gjete kohë për një bashkëbisedim të lehtë me Visarin dhe do të përpiqemi me të njoftë. Faleminderit. Me të njoftë sepse shumë pak njerëz njohin. Vetëm ata që janë rreth jush, natyrisht ata të njohin mirë, pjesa tjetër jo. Kjo mbase për shkak tonin, mbase për shkak të modestisë, dhe nuk e din as kontributin për komunitet, në sport, në biznes, në humanizëm, gjitha këto kontributet jujat që i keni dhënë, veçanërisht këto 20 sa vjet pas përfundimit të luftës. Faleminderit. Më intereson kush është Gani Dreshaj, si u bë që Gani Dreshaj nga një mërgjimtar i cili ka migru vitet 70, 80, po flasim për 2 gjeneratat para që janë të emigrimit, dhe u kthye në Kosovë mas një kohë gjatë, duke pas parasysh se atje keni biznes të qëndrueshëm dhe të fuqishëm. Faleminderit, mos pari. Është kënaqësi me kuriozitet edhe unë edhe familja jam e kthyer në programin ju. Përveç me që jam e vendas të stogut, na stogu e mojmë një tjetër. Unë kom pas kënaqësi edhe me Visarin, më konë bashkë deputet. S'kom pas xhelozi ndaj Visarit e grupit parlamentar, ty në po e kom blak mu. Ka qenë një ekip e mrekullueshme. Edhe po i mungon, sipas mendimit tim, po i mungon në Parlamentit Kosovë. Ajo 11 qa, cilët kanë qenë sy fishek, pushkës, përgatitur në lamit e veta. Ka pas atë kënaqësi, mu më doket një kohë, kemi konkurruar edhe Masalena. Njerëz përgatitun që po i mungojnë parlamentit, gjithmonë në atë kohë, unë jam në shpirt opozitar. Kjo ba mirësia, nëse si boj 10 mira, e dëmtoj veten, po mu ka bo edhe smuja. Po kur shoh një opozit që funksionoj në parlament, kur ish opozit Visari me shokë, që më pastaj u shkapin për vetëvendosjes të ullëm përse, kishte opozit vërtet, që sot është të mungu. Ti e tu kandidu për pushtet a për opozit? Se gjithë këtë lakmi për opozit, thash ta dim ku e kisënimin. Për që më e punën e dyve, ju për cili, për më do këtë një, edhe të vetëmet që e një opozit e vërtet, sa përshone edhe media tona po manipulohen shumë shpesh. Nuk pja hin aty ku duhet.
gëzohëm që jema në këtë qëndrim, nëse kemi media të lira të pavarëna, është një opozit ma fort, si gjithë shka këta ku mësu në Gjermani, se në Balkan pa ka media të lira që kanë mendim. E di që ju bin pesh, ju bin kur, ju sulmon, qoftë qeveria, qoftë opozita, po dhe se të thunit vërtetën, edhe unë jam me juve, edhe ai që e do në shtetin e vetë, duhet me unë pështet. Si u bë që Gani Dreshaj, nga vrela i Stokut, që shkon vitet 80 në Gjermani, me arrit me pas që ka lidhje në Gjermani. Veçanërisht në partinë politike CDU-ja që njihet atje, dhe me rujt raporte ka të mira me shtetin Gjerman. Unë mendoj që sepse janë 300-400.000 shqiptarë të Kosovës në Gjermani. Gati 600.000. Mirë, gati 600.000. Po, gati 600.000. Pse ju? Çka më thonë? Në atëherë të 81-shin veç ishim aktiv në politikë. Kur shkum të 83-ën e krymë shërbimin në Jugoslavi, me 1.300 sa me morë pasaportën, po në shpijet, unë jam i bindën që na 90% jemi konservativë. Kemi pas zëtë shpije që ta e pare, Bacin Syli kemi pas zëtë shpije, kur ardhaj, na kemi jetu një bashkim një shpit modhe, kur ardhaj atëherë kemi najtë gjithë gaditun, ka pas rënë shtëpjak, ka ditë ku ka venin nona, gjysha, zoja shpis, kemi pas respekt në të sjellët. Unë e mojë men që familjes Cenalis, Dreshaj, kur ka folë gjyshja jame, kur në plaka ma modhe, atër ka pas regull respekt, ka tuni, jo veçëm na, ashtu. Që nuk e di ndryshën, në që ato vlera e me rritë, baba mu respektu nona, qika, gruja, ka pas harmoni, unë me s'to vlera kom shku, pashta isim pejta të nisit nga kumë për drejta, me klasin, boba ki një e ma e lumë të remkon ljetë, kur o thy muri Berlinit, i më shku për Hamburgut për Berlin, veç që disha që edhe të na ka më ndodhë diçka. Kështu atë kanë fillu kontaktet e para me njerëz në Hamburg, në Berlin, me CDU-n. Gjithmonë jo më nuk qa ku mujtë, na jemi aktiv si familje, kemi shumë antarë të familjes, ata e në rritë, kanë pasaporta Gjerman, unë nuk jam drejt për drejt antarë, se kom pranu kur me jekë me ndru në shtetësin, tash kemi mundësi mi bo dy në shtetësit, se kemi luftu për ato. Bili ka mundësi që ka mund dalë një pasaportë të Serbisë dhe mas luftë një muje ko në gjyra keqe. Kemi utu me ta, disa kemi mërë të mikut, kemi pas një par rajse pas e zacë. Shumë të lidhën jemi konë shqiptarët. Kur këm shkune, o kone e generata parë, më kujtohet ka pas Stradovcit në Voselë, si për një. Kur më theshin jemi 18 vjetë, u që dhe qa. Me bio në ty s'moj më të rajtë, një më shku me bo do lekë me blerë një traktor edhe një motor sharë. Si gjithë istokë. Minimu babës. Po kanë zonë, kom punu shumë, kom pasë edhe punë, fatë shumë punë, po si kom pritu punës. Kur e ble traktorin në motorsharën, me që e përmende? E kom ble, të katën e kom ble... Mas një viti për? Mas një viti e kom ble, në një marë kabelim ka pritaj, zëtënia, i kërnin s'ka qenë. Kurse araj, si me pa bu babën të më qakë. Si jemi shku për qefit, jemi shku për zojët, në një konë student i fakultetit matematikës. Këtë generata emnis dhe gjatë zonë sa jemi konë, e kanë kry fakultetin, i vetëmi që se kom përfundu jamon. Përveç një 2-3 shokë që kam dik, me gjithë kom kontakte. Kryetari i klasë tash punën te une, një zotëri ndërum na jemi mirë. E kom hala drejtor, atë e kom pas kryetar klasë, tash e kom drejtor. Shumë burri ndërum, shumë inxhinier elektros, me sjellje fatkeqësisht në Kosovë njerëz si Naimi kanë mazor me qendrum politik, ka qenë kandidat për kryetar, po pa pas bryla në politikë gjithmonë për Kosovës dëllish. Sigurisht. Më intereson me ditë se ju një shumë gjatë atje dhe keni pritë për cilë shumë shqiptarë. Mu më intereson me ditë një dalim thelpsor, një dalim shumë i madhë, që unë evrej, ndonë se jam pak ma eri në mosh, dalimi mes diaspores, a i viteve 70-80, pas ta i viteve 90, dhe këj pas vitit 2000. Shoh që diaspora jonë vazhdon me pësu ndryshime, ndonë se në disa situata shpesher edhe përkes. Të bina, për më bo në shumë krenar, se gjithmonë kom qenë krenar, ka qenë Strasburg, kur najta me ramushi 4 muj. Aty ka pos njës për Australie, 4 muj.
ju kujtohet pa më këty në 200 metrë. Rasti i fundit kër u ndalua, u arrestua. Kemi pas dalime, kanë ardhë njësë në Francë. Vetë vendosjes kanë ardhë, ta AKRS ka ardhë dhe presidenti tha që atëherë na po du më thonë që kur jemi në zërë, shumë kombi mirë, jemi shumë dashtë në polirin, s'po dhja po mu i me kësu, edhe mu organizu mirë me kriju shtetë. Diaspora viteve para ka qenë ajo diaspora që janë ardhë njëherë në vjetë, e kanë blerë një posterën, e kanë që lek babë, se non skruja fëmija ka najtë. Gjenerata e me mos i ka ndodhë, jënë rritë në katun, në zane që vonë ka nisë mi morë fëmin, mi oboleta, pasi me 6-16 vjetë. Po që e diaspora para, që jemi shku në kam pranunreve, kemi pas ku më cëkat ndjerë, o ku ndjera ju në hapë, më fëmija ty nëse djonë biznismen në politikan, shumë sukseshëm, kanë firma ndetimore, më stojmë për ishka astronomi që komunë. Jemi të bo një farë mundësi me gjithë që është mi përthoku me një dakt fërband gjitha shoqatave ekonomike, shqiptare, edhe kosovare, po një e kemi të Kosovës, për me bo një fjallë, se kemi shumë shoqata ekonomike ndryshme në për Republika Gjermanisë, po tash e kemi vendosë me president ndjerit e kemi zotin Ishinger, i cili është edhe një mentor, një këshilltar jam i shumë i mirë, tash edhe prej moshe. President e kemi zotin Erhard Bühler. Ish komandanti i KFOR. Ish generali i KFOR, 2 herë ka qenë, një ka qenë për Bundeswehr, tani që ka qenë komandant. Jo, ato e kemi president shoqat. Po këshillona, më thonë dajten, si prind mu ka bo, si shok. Një burë që ka bo shumë për Kosovën, që e donë shumë Kosovën, që vunë kër është e në kesë Kosovën. A shek kesë Kosovën aj? Më thonë drejtën hapat që jemi të shku vitet ka. Unë s'pëdu drejt për drejt mjë drejtu jesë vitë qeverisë Kurti. Por nuk jemi të bo hapa për para. Berlini o shumë i paknosën me 2 gjona. Me drejtimin që për merë qeveria edhe me partin motët vetën me Ledekan. Adenoa Stiftung, unë mendoj që nuk i ka hije Ledeke është të i prej hijet e veta. Prej që ka vdek presidenti Rugova, kjo partive s'ka shkutu të kur, si parti për mu është parti motër, për onës Gjermanisë, konservatore, po sa hije ka prej i ka qitë më kolbë, rasti ma i keqë që shone, unë me agimin s'kom pas në e mardhoni përsërisht kemi qenë deputet, po si antari partisë, si kryetari po dëjevës, me largu një personalitet, nështë s'ka qenë i letë për ta. E mi kushtu Ledekes 4 komunë me ta, po thojnë që kanë fitu Prishtinën, po për mendim të amin, Prishtina nuk është e Ledekes. Flosim për aleoncët, ma shumë se sa për atë çështje visa. Po tash shanal pak të kjo puna diasporës, mërgatës, sepse mendoj që janë plot të gjëra që na këtu po i trajtojnë në mënyrë të gabuar, për sa i përket mërgatës, që është si më shumë ndikuar prej politikë, se para unë mendoj që shteti i Kosovës mërgatën nuk duhet me pa në funksion të asnjë prej partive politike, po ajo mund të jetë kontribut shumë i madh për Kosovën. Dhe jo vetëm kontributin që na e vlerësojmë, sepse është i vërtet, pra remitencat dhe rëndësia që ato kanë për ekonominë e Kosovës, është e vërtet që e kanë. Po unë mendoj që mërgatën na duhet me pa pikërisht në këto të cilën folje edhe nga njëu, po tras ka nesër njëmi më të jeni në shok, sepse mërgata jon ka lëviz, domethënë nuk është më mërgata viteve 70-80. Natyrisht që ka edhe të tillë, mirë po pjesa më e madhe e mërgatës, veçanërisht në Gjermani dhe në Zvicër ka pjesa më e madhe shqiptarët e Kosovës, janë jashtëzakonisht mirë të integruar. Apo jo, në shoqëritë ku jetojnë atje. Pra janë të integruar në fushën e ekonomisë, kanë bizneset veta, punësojnë njerëz, marrin njerëz për Kosovës, i punësojnë atje, dhe dyta janë të integruar në aspekte tjera, të politikës, të sportit, kulturës, dhe gjitha këto janë asete që shteti i Kosovës mund me i pas në dorë. Të cilat mund me i kontribu shtetit i Kosovës pa kërku për atyre me sakrifiku kur gjë heq. Pra në punën dhe jetën që e kanë atje. Edhe mendoj që këto nuk e ka bërë qeveria e Republikës Kosovës. Kjo qeveri aktuale, po flas për ta me që është 5 vjet, ma shumë e ka pa mërgatën si, që më thonë, si një farë mjeti që mundet me shfrytzu për qëllime elektorale, se sa një aset që mund me shfrytzu për të mirën e Republikës. Për shembull që e përmende Tigrani, jo vetëm ti, po shumë prej jush, lidhet që i keni të azëm në parlamentin gjerman, politikën gjermane, në partit politike, të CDU-ja, të socialdemokratat atje, të kështu me ra.
kjo kish mujt më shfrytzuar jashtëzakonisht mirë që ti për shembull me e paraqit në Kosovë, cilën ti po don me ndërtu, që edhe ata me e pranun një gjatë tillë. Çka kena bona? Na si qeveri, na kena hin konflikt me miqton. Në di që ka njëherë ju s'doni me thonë, na jena në konflikt me miqton. Konflikt jemi qelur. Berlini zyrtar ka pas shpresa të mëdha në Albin Kurti, apo jo? E vërtet është. Mas 2 vjete i ka ndryshuar vetë. Mas 6 muajve. Ky është dështim i madh, më ndodh, se Kosova është megjithatë mik i perëndimit edhe na duhet me synu çfarë. Tash që drejtim po du pak edhe me diskutu me ty, domethënë Mërgata si Mërgatë. Votat që vjen prej Mërgatës. Pra po them, unë gabim është me pas sikur Mërgata e don veç një parti. Mërgata voton sipas bindjeve politike, në rregull të votojnë sipas bindjeve politike, ata se kanë problem. Po Mërgata megjithatë e ka një këndvështrim për Kosovën, të cilin unë mendoj që parti tjera, me përjashtim të vetëvendosjes që ka punuar mas shumti me ta, duhet po ashtu m'ja shpjegu qëndrimin e vet. Po, se Mërgata meq nuk jeton këtu, nuk është që e njeh realitetin këtu që e njohim na. Edhe ata ndikohen prej çkanin, apo tash nëse ti e lën veç vetëvendosjen, për 10 vjet më fol atë ata kanë me menuar si vetëvendosjen natyrisht. Kom se ti shkon edhe thu ka dalë se këtyre mund me qyro ndryshe që fund. Ata e kështu. Dhe e treta që është, unë për një jam shumë i interesuar që shteti i Kosovës me marr masa, që ta njerëz të Mërgatës, cilë kanë fitu dijet madhe, përvojt madhe, jo vetëm në ekonomi, pra për përsërisë në fushë që ta me këqyrë, me jau kërku që me ndihmu Kosovën. Pra po them, në rregull është me lyp vota, lyp një vota se cili. Po, kur të merr në pushtetin me e shti qatë Mërgatë në funksion të shtetit Kosovës, sepse është qasi fuqie e madhe, për shembull çevesh për marrë një rast. Këshire çfarë promovimi, jashtëzakonshëm Kosovës ja ka bërë Dua Lipa, një këngëtar shumë e famshëm. Me gjitha do mundësi. Mërgatë është. Mërgatë është. Për vetë faktin që ka bo festivalin të Prishtinë që marrë për 7 vjetë, kitë bo tani për atë punë. E ha disa mundësi që si kemi na. Ha te edhe më mirë sa. Po unë po mundona ka pamja jam me fol për diasporën për Mërgatën. Na kemi 1 milion shqiptar në Bashkimin Evropian. 450.000 kanë shku 20 vitet e fundit për moshës në Gjermani, 20 dhe 35 vjetë. Unë në Hamburg s'kom kriju kur dek. Për asyne vetme se jemi gjithë shok, jemi miq, jam kundër dekës, kundër përqamjes diasporës. Ai që don më jap botën, ai që s'do më jap. Po ju lutna. Me respekt ma. Mërgata e ka 1 milion njerëz jashtë. Vetëvendosja po rrin me organizu 30.000, 40.000, nuk është këtë. Realiteti është që na jemi kontër hik edhe konë dëshire jonë, vetë Mërgatës, mos më pas përqamje politike. Po, mas pavarësisë, mas pavarësisë, nuk ka parti politike, LDK-ja, PDK-ja i kanë shu dek në na kemi shkru kemi pas një kërkesë, nëse dojnë me morë votat tona, ka pas mundësi parlamenti, më pas zgjedhje parlamentare në pushime verore, në ngusht, janë 6 javë pushim, atër mujë më morë direkt pjesë. Për informum jemi të informum shumë. Se i merë vetëvendosja 40.000 vota, 30.000. I merë së është një gjenerat e iPhone-it, është një gjenerat që janë matë lidhën. Bësa janë edhe një gjenerat pak matë pak të knoqën. Dikush që ka punë si jonë, nuk ka mundësi shumë më dalë, më shku me lypë, fletë votimin, më shku me votu. Janë matë organizumë, po kurse si së është diaspora, e përqëndrume një fushatë. Edhe nasionë si aleoncë, është një fillim, bebi. Edhe kur ka qenë LDK atëherë, kemi pas një eufori, e kemi votu, jemi munu, atletaria, dham zemrat, mërmolle dhe shenë diçka në opozit. Po mu më mërmenet që tashti veç ka nisë më uftof. Një bas të më dhe ka LDK. Edhe Ramushin e dojnë këtë Mërgata. Po a dim me lyp votën, na? Nuk ishtë dasht kur, unë kom dëgju teori, a duhet më vendos fatin politik të Kosovës, diaspora. Nuk ka fati politik i 50.000 asin 100.000 vota. Ati nuk vendoset. Mënyra që shë organizuan partit politike, misa e din më mirë, janë ata më aktiv, janë më të ri, janë të kupjotjet. Tash një na mujmë edhe teori që janë 1.000 vetë që bojnë në shkipin e punojnë, këtë është një e për shtetë të ka dhe mundësin. Po as neve partive opozitore, kur kërës për na ndalën, më konë më aktiv. Po mu vjen tërp, mi thonë një shoku tam të Hamburgut, hajde të ndalënës. Nuk e kom as qëllimin, as cilin me përqa diasporë. Edhe aty një kësha lutë, është të drejtë, çdo kuj me votu, çdo kanë më pas përqamje, shumë mirë ambasadore që i ndaloj, jam gjithmonë për më ndalu,
fushatë zgjedhore, mu Janë qalamit të në me imajt, vete. vetëvendosja kështu, ilegalisht në farë forme, po. Po, e majlë një herë, mos e majlë, se so mija me ngutë zgrajzin shumë, se tanë, se e ka hupë, me një fjallë, shpresat që ka posë Berlini në vetë vendosje edhe në Vjosën bashkë. Vjosa ka kalu presidentja ma mirë, e ka bo një tërheqje, po, mo atë besim edhe atë shpresë nuk e kanë. Se kanë. Ka qenë shumë i mirë rotacioni, kemi pas shumë nevoj, po të isha në këshiltar i kryeministit, do t'i të isha 5 vjetë, ma shumë pushtet as tu partit tja s'kam pas, me këshyrë në sa lek i ka përdorë qeveria për 5 vjetë, sa ka pas shpenzime, do rënzemeve bi valla edhe na kemi bo keqe, misa. Veç që na bili punojshim diçka. Këtu s'përsho diçka që ju punu. Unë vish një problem e kom me vetë vendosën. Mu në fabrikë e kom pos 4.400 euro më prodhu shumë rrymë në mujtë. Tash po më vinë 8.800, po ma prejkë gjepin. Në fabrikë, në vrellë, në Sinalko. Holla jame e ka një penzion 120 euro. Ka pos 17 dhe 19 euro. E ka rujt rrymën. Tash i ka ardhë 47 euro. As një vend botë nuk dëron kush me amor 30-40% pensionit veç rryma. Është kusht bazi jetës më pas ujtë në zetë, më pas dritë. Është shumë keku ka qenë pitana qeverive i lakmumë. Po, vallaj, ma pak e kemi shtajcu. Se ku të bëjsh parti politike, bën më hinë qeveria e ka për pasit. Po edhe mu mlu pak, mës me të pru është mirë. Unë jam i bindën që ka i smunët me kontrolu. As një as të vetë, as një kryeministër. Po pej kryeministit Kurti kom prit, është shumë djali inteligent. Du të mi pa ato, edhe krejtë mu maru, se na kemi këtë problem shumë shpesh me Ramushin. Pse mendon që ai nuk e kontrollon? Pse mendon që ai nuk e kontrollon? Ai është kreu i një grupi të organizuar që merret me energji elektrike. Ideja jam e këtë që ai nuk mund të kërkuj mi thonë që se kontrollon. Së është djali zgjut. Okej. Edhe lexon. Ka një çështje këtu zotit Reshaj nga vetëvendosje që po kultivohet shumë e ma shumë që tash vjen diaspora ja u kallëzon vendin juve. Pse është kjo ide që duhet me pa diasporën si komunitet let i manipulueshëm dhe si komunitet që vjen me ndërshku të tjerët me majtë në pushtet Albin Kurti? Jo, unë mendoj që kjo është propagandë pura. Okej. Numrat që kanë marrë dhe mi bindën që s'kanë me dalë, edhe zgjedhjet e fundit nuk i kanë dalë, ka rrit vot LDK-a, PDK-a. Nashta na kanë zgjedhë gjumë, s'ka bo mirë. Sa e në kom partit tjera në gjumë. Do me thëtë s'ka bo mirë që ju kanë S'ka ngacmu. bo mirë që kanë ngacmu se. LDK-a ka një bazë, në të mujnë me thonë që shkatru këtu, po njësit vujnë ala për presidentit Nërgova, për parti konservative, kanë meqë shumë në Gjermani, s'muja sonë me o kalu. Ta i kemi 4-5 deputet me gjithëllimnien, ta e në rritë, në dhe na është tiftung. Vjosa, ky zotit Tahiri, unë s'pëdi pse s'ka mujtë gjithë atë shkollë, gjithë atë investime ka bo Gjermania, mës me post një kuadër, me udheqë. Ona tjetër edhe unë jem rritë, në dhe na është tiftung. Nëse s'li vrit dikush edhe një qajtë mitë taliancë, ose djemë të Kosovës. Unë ma shumë jem interesum diasporën të eme, që tash për tash, shumë interesum jam mi mbrojt drejta të diasporës. Mos më diskutu na për 40.000 vota, më na qitë gjithve keqë. Për zotën ka edhe si amvisët pak nokshën që këqyrin televizorin, qohë në fullin keqë. Ka njërë që full për mu kur s'ka po me sy. Po pse nuk kërkush nuk e ka marrë si iniciativa, si ju nuk e keni marrë si iniciativë, që të shkoj me modelin e Kroacisë. Diasporat e këtë vendet të rezervuar në kuvendin e Kosovës. Ta zëmë për 5 vende, partitë politike të luftojnë edhe i kanë 5 deputet që përfaqësojnë diasporën që janë nga diaspora. Kroacia ka 20. Është edhe rani mushë më ma orë halmën se e vërtita është që na ishtë dashë më bu bashkë, edhe 5 vene po mdokën pak, se jemi gjysa kombit jemi jashtë, 1 milion spaku në për bashkim Europian në Kanadën dhe asi, ishtë dashë më na dhonë edhe më na bo një minoritet ekstra, më na dhonë 10 vene, dhe na mës më pas probleme me parti politike, mës më pas preqame, mi zjedhë na 5 djemë e vajzat shkollum, edhe ata më na përfasu. Mës më mras mu hise më përfasu, se kemi kualitet, kemi njerëz aqë mirë që befasosh. Që ka nevoj Kosova për ta, edhe unë e ka edha, ndoshta edhe nuk i kom përcjell shumë politikën,
po në 5 vjetë s'ko mujtë visa më jam mësu gjysë ministra dhe emna. Për deputet mos të folim, kër është një parti që autokraci që s'gudzon më fol deputeti, unë kom prit, pej glaukët kom prit shumë ma shumë. Që buat edhe ushtar, aja deputet aqin mirë mu bu ushtar i ndëgjushëm, për është zotën i thejmë nga starat me Ramushi, për zotë ditë nga në partit tonë. Se ta e hapsirë Ramushi, edhe unë e lypi hapsirën tëme. Një parti që funksionan shpresa, se po im, për mu kun shpresa dhe na kem pas pak nësi, dhe një kun diasporë, kur atëherë kryeministri Kurti e lëshoj partinë, e lëshoj Vesarit, thash, për ndodhë ka dhe kjo të shqiptarët? Po tha, ja boni si Ramushi, u këthyja 5 kryetarë. Dhe më thonë, nuk është shpresë, dhe ka pak noshën, shumë vetë vendose. Musara se 51% janë të bleme, ka 100 votat. Plestja ka dhonë votat vetë vendose, si jo të rritë. Se s'ki as hapsirë ati në qeveri, me angazhu gjithat të premtimet që bënë. Edhe njerëzit janë vetëdisu me 100 me 30 nuk mashtruhet më. Aja ka dhe masës, aja ka publikun, nëse dojmë për 3 e ka ma shkollumë, se na alo e mojmë fotografinë e Brajmë Rugov, Stramushit një dhe votojmë. Mu, doket që këta votu stri janë nga me... S'kisha thonë ashtu, së të qoftë. Kësha pas që më këthuj pak të ju. Urda. Ju në Kosovë keni fillu me qenë aktiv, duke qenë i pranishëm fizikisht ma shumë. Edhe kjo në kupton pas vitit 1999. Dhe aso koha keni fillu me punë të ndryshme. Mes tyne keni investu në biznes në Kosovë. Po më intereson, cilat janë projektet për komunitetin, investimi ytë që e keni bërë në biznes, dhe të tjera për cilat nuk dimna. Po, BB është, Sinalco është një firmë, një brand i njoftën, që i ka dhimë shumë, si me aqë ka veshkë në servisë, Sinalco është përfaqësi prej Duisburgut Gjermanisë, internacional, atëherë kanë shmëndu linin në Serbi e kanë prunë në Kosovë, që ka orë mirë heqë. Pra, një fabrikë që ka qenë në Serbi, është shmëndu që e linin, se e kanë... është mbyllë atje dhe ka orë në Kosovë. Atëherë ka përfunkcionu Sinalco për bashkim me një firmë Serbisë, në Beograd, si e dim na, basketbol dhe të erkon një diçka shumë e modhe, po ata e kanë hup dikon, me një basketbolist kanë pos pak ne, dikon 18 milion, shteti që ka reagu, bo problem politika jo, dhe ata kanë vendosë mu madhon mu licencën me prodhu për Balkan. Funksionon Sinalco në Macedoni mirë, se cilë ka përfaqësinë e vetë, pastaj kemi investu dhe një lini tjetër, po Kosova është, që shmë thonë, si a i loqi që sa të shkel sharon, dhe hina një, këm bo një fabrik dronit, i kemi një projekt të krym, si fitova për 200 hektar energji dilore, ka mundaj që bojt PS në stok. Jemi të mënu me rrit i stoku, dikush të nga pengu, se kemi investorë, qëshet din të nga një stok i ka komunja, në gati 1000 hektar, tokë pa punume, që sa pjellore, klasit 5, ka projektet në gjajshme komunale në për Gjermani, që investojnë qytetarët, komunja dhe banka, edhe atëherë blenë që atërim, po ma lirë. Sa keni investu dit tash? Në biznes, në përgjithsi? Do të më këshyrë. Afërsisht? Unë e dikon, për çdo vjetë kam investu në Kosovë prej mas luftë 1 milion euro. I kom pru i kom argju një stok, po. Po flasim për 25 milion? Janë mbulume me letra, po. Po flasim për 25 milion? Plus kreditet që kemi blenë një lini tjetër 25 milion me financim Gjermanisë. Kemi investu, është investim që sot për sot vlerësohet, hala s'ko mujtë mungesa, ka qenë se s'po kom dikon distribucion të hajret, po kemi ujtë më të mirë, jemi të bo një lini me një ujtë ri, për shok puna marë dhe këtyni që kam punu. Na du të më luftu një stok me se ta që ka kemi. Është interesant që kemi pas një delegacion, Kosova shihet, Macedonia dhe Shqipnia shihet si zavendësim me Ispanjës edhe Italisë për pëmë përime. Po ku po shkojnë, për në mbrin Macedonia ma mirë, po nëzjerin fonde se Gjermania ka nevoj për ushqim pëmë përime. Kemi pas disa vizita, po thomë, veç komunja i stokut, na kemi 3 burimi drinit i stokut i vredës, na shkonu i dom, tha toka. Me këto investime, me këty bujqësin,
gjitha ki, du të mi kontraktu, shteti du të më bo marrëveshje, mos mi shku bëj që prodhimi këtë. Po fati jo një madh është që ka më drejtu prodhimi bujqësi, premtari edhe ka më drejtu ka Kosova, ka më pas shumë investime e të Bashkimit Evropian, po Gjermanisë po sa që është. Ju larguat një kohë nga politika aktive. Po. Pra bën disa vjetë, Po. 4 vjetë, qështu 4-5 vjetë. Dhe tash jeni i rikëthy. Më intereson si e gjetë aleancën e Istok fillimisht? Shpëqet. Më të thonë drejtën, na kemi diskutime për imete, na është shëret, më na një këtë kemi kërësi, apo unë nuk jem konë, asë jem antarësu në në aleancë, asë nuk jem dalë për aleancë. Unë jam pikrisht me Hilmi Aradinajt. Jem shku të Baci Hilmi me një ekip gjermane, qa mu i mjë një mu, kër jem konë t'jem në burg. Aty tani o boni mi qasi që kemi muajt, kemi. Unë jam i shkollum edhe politikisht i shkollum e di që funksionan CDU-ja. Edhe ka njëherë, kër shkojsha në kryesi, asim mas marrëveshje se kemi pas me amushim, po një parti që funksionojnë partit tona është largë, dëshjes teme. Pastaj unë fillova me atë konceptin e bona Istokun parti, i penimi votave, bona shku në ballotash disa herë, qofte arrume e kush ka fitu, po e kom lon me 10.500 vota, e kom gjetë me 900 vota. Katën teme, kom lon me 1.650 vota, e kom gjetë me 53 vota. Do më thonë, organizimi, konë shumë i keqë, po ka njëherë shojnë edhe kryetarit digme deputet, hajti morim 1.500 vota në Istog, sa mu bo deputet nuk është mira. Istogu ka potencial. Prej një partije politike që ka qenë e dyta në Istog, për disa vjetë reshtë. Sot, aleanca është e 4 në Istog. Po, është keqë është. Po, me be Istogu, po edhe gjitha komunët, lidhen për një njerë, se na e kemi shumë ka njerë përbëjshim këtë bindjen, edhe në Istog thujnë për të rajnë qytetarët. Për zotën, misa së për të rajshë. është një Bacil Gjemajli jami, ku të thetë të adho votën e këpu dorën e ta e votën. Po politikanë për rajshin qytetarët. E unë të ka dorë zotit si kom rajtë asjerë. Kom premtu atë që kom mujtë me realizu, mos pas mujtë partia, e ka bongania, ose qeveria, Istokun qytet shumë i mirë, mu më kanë respektu shumë, mu më kanë donë shumë vota, kur së mujmë i dalë bëjsh, se ta gjithmonë së mujmë më të majtë gjallë votust. Nëse ti si aktiv, je larkë tyne, vjen një janë 4 vjetë, i thu, erdha këtu, am i votat, se për shok ta kolegë që po vinë, po mundohen mi përshëndet me kaj kafe, valla ashtu publiku nuk mahat, po më vjen dhe kesh për tyne. Mu një stokë s'ma këthen as i parti shpinën. Për shkak të raportet, për shkak të... Se prisha raportet, qështu që jam qështu po foli me juve, s'po mundona më foli si ati feti me gjutën një sume, qështu foli o me si të talë. Po tash, unë e shë Aleancën për Amërinë e Kosovës, dash për flasë veç për komunën e Istogut, për kështu si parti e shë me një potencial të mirë në këto zgjedhje. Sepse po e shë, dhe me thonë, edhe gjatë fushatës, edhe pak që kom pak kështu matje, por edhe fushata që shkobot është një vër partive që ka entuziazmi me gjitha të votusit edhe të punës që po bëhet në teren. Dhe mendoj që kjo është mirë, sepse mendoj që është, domethënë, një parti e cila i kontribon edhe jetës parlamentare, po që besa dhe fuqizimit opozitar, për cilën unë jam i interesuar. Ju e përmendet nga një disa herë, unë mendoj që në Kosovë pa u normalizu në aspektin elektoral, pra i pas partit paka shumë që aty, nuk mujna me folë për demokraci fatkesisht. Ne nuk jemi të pjekun halak, e këta për thëmë më kështë ardhe, që me pas një qeveri me një parti. Si jemi të pjekun. E provume, e pam që ka buhet, edhe mendoj që du të me ikë kësa qytetarë, që ta që ja dojnë të mirë në Kosovës, du të me pas qëta parasysh. Dhe më thonë njërën anti e ki një parti e cila me qeveris vetë nuk diti. E dyta e kemi një parti e cila kur nuk i mur votat me qeveris vetë blokoj sepse kishte qatë mundësi. Tash për mu, zgjidhja në Kosovë do të kishte me qenë që qaja parti mos me pas as mundësin elektorale me qeveris vetë, së s'pëdin, e as kapacitetin elektoral me bloku nëse nuk i shko për shtati rezultati. Edhe pas ta letë garojnë partit që ajo gara politike. Në qëtë drejtim menoj që një gjë që ka ndodhë në Kosovë, që ka njëherë s'po e shohim, e unë menoj që kjo është merit e opozitës bashkë, po thëme njerës për partive, për e 3 partive, se cilan veti, është që kanë arrit deri diku me majtë diskutimin, edhe me ju tregu qytetarëve të Republikës Kosovës, që diskutimi politik në fakt është për projekte për të ardhmen. Jo me dalë me mytë miza.
në skenë. Vërtet. Me thonë, a përsheni që shpimyti si misë, Populizëm. ose për i bëjt të Populizëm, ucejtë, patriotizëm, nuk na vynë ato shku fjallë. vakt. Pa nuk na vynë ato fjallë. Unë për të zhe kanë njerëz po thonë, po që ashtu na flasim edhe në kafel më hallë. Po të në kafel më hallë, po, dhe janë kuvend. po, Si në kafel, dhe janë kuvend. po. E tash, unë e për njerëzve që ma lypin votën, këtë rast janë ju e gjithë të tjerët, unë kom qef me një po votën, po për çka? Për çka po do më ta jo më dhonë votën, apo? Çka e ki njetë me bo me këtë vend? Ç'kjo mu më interesën? Sigla partijake është të rëndësishme, për rëndësishme është edhe njeri. Qa bën nga një drejshaj për qytetarët e Kosovës nesër si deputet? Se që ajo, për mu, do të kishte me qenë vlerësimi, as duhet më bo deputet. E kemi diskutim shumë shpesh na, edhe në parti edhe, unë jem për e me, jemi me që shok me amushë, s'moj me përsërit disa. Po a e din që vallaj, në më koni bindu në qajtorën. Më koni bindu për diçka ma mirë. Këto e kom pa vetë. Në qajtorën se kom bërë kasare. Edhe mirë, valla, njëri deputeti do të me pas një grim integritet, një grim vetë, unë s'po thomë, s'do e më konë kundër partisë tonë. Po, më mënu me bo matë mirë në për vend, për zotet se kemi luksin partia, hala kemi shumë punë, pa bo. Unë isha që ta 4 mujtë e fundit, i konë shumë Berlin. Me bi kanë pas 4 javë pa shkap, kanë pas 4 javë Bundestagu, deputet 4 javë pa shkap, 1 javë kanë pas pushim. Na ka herë vishim pej Dubajt të dufke marë, me majtë një ditë, kryetari parlamentit kishtë kaj takim, vish mu flajtë në koridor, na du të me morë politikën shumë ma serios. Ati në fatë mesisht e di se këm pas mistë mirë kryetarët në kryetarët e parlamentit, nuk kanë njerëz ku më hupë, as qytetarët s'kanë ku më hupë, që atë më thonë kjo me qitë tash 28 na pleqe plaka, ka mundësi më konë këtaftë, na pa shpijet jemi. Edhe mënës për zotën nuk përlo krejt fajtore edhe qeverinë. Po edhe ta patën shonsën. Bilionin kom lutë, kom konkret. Me kriju qeverinë. Me kriju, unë kom lutë, mikën tam. Që to 5 vota po t'i bëj unë, mikën tonë përbashtë. Edhe që shkonë marrë me abo, me shtyna, apet se kemi të sigur që ka bëndë me presidentin. Më shku edhe njerë në masën zjedhe për zotën, vebi gruja ja me datë për me. E kom lodhë me fëshata, me punë, familjen. Po gjithë në lodhë, hajde unë që nëjtë qësh. Tha jam i vetëmi absurditet këtë botë. Po, Më dalë me qitë plakatën në fëshatë, do të më shku të ajë që ja ka dhonë partia të ndjerën. Qka do më bëjë deputiti si s'ka pare? Po me zëtë atë, zotit Dresha, ju duhet me theksu se kush është shkaktari kësaj blokade për cilën foli Visari. Ju me zëtë të lartë duhet me thonë se, okej, ky i fitoj 48 deputeti patë. Ky dështoj me po qeverin. Edhe me ju tregu qytetarve se ne po shkojmë në këto zgjedhje. Që mund shkojmë në Baseve edhe në Pranverë. Për shkak të një blokuse, i cili nuk do as të qeveris, po nuk do as të lëshoj rrugë. Nëse më ka bindë diçka me dhes motorat, se vota e stogut është vota e me sështë aliancë, më ka bindë që kjo. Nëse një kryeministër i ka 48 deputet, e sështë gjene me bo një qeveri për një vjetë, a e më skofti që. Sa do që kom një respekt për kryeministrin, ose kom pas një ndjenë për vetë vendosin, kjo është, se na kemi bo këtë fjallin të arti komtara si shpes, po është dami madhë për Kosovë. Do më thonë, i ka mungu për gesa, aty ka lujtë edhe LDK-a një rëllë. Si më konë një marveshje e bome, unë s'du me bo, unë s'du me një qeveri, po ti ke morë votat, e ka që poplën, po lunë me ndjenja qytetarve. Po pse në shajpe? Presidenti Rëgova ja ka dhonë kryeministrin Ramushit me 7 deputet. Ka pas burra shtetit. Kemi pas kombinime tjera atë që konë gjithë s'ka kundëri. Presidenti tha që me Mustafa në fund mas Gershit që bëshim në atëherë bashkë. E bon qeverinë. Një burë shtetit që donë shtetin që donë Kosovën du të më posë zjedhe. Kjo ka posë zjedhe në dorë. Edhe Kiameti so bo që kanë fyni unë i tjetën Ramushi Albini. Nuk u konë fa opozite e kja meqme. Më unë si burat e më bo zjedhe për shtetë. Edhe pres, mas ty në zjedhe, pres më bo qeveri dhe më zjedhe presidenti. Fati është, Visari ka një orima shumë edhe jo, një na duhet herë të kur me bo qeshtje në president me zjedhe me një votë. Me zjedhe president në qikë. Për ndryshë kemi pas gjerë që tetje. Mus me alon kërkuj mundësin për blokim. Mundësin, edhe atër s'po lu në erë presidenti se po mbohat për partij. Shkon shumë ma mirë. E kemi si këshilë se është mos ka parti që fiton më 50%, mos ka as me 2 parti s'ke më mujtë, se s'po mundë në Gjermani më bo, koalicioni CDU, SPD është shumë knap. Dhe më thonë për më koni si gruti ishdash me morë edhe këtu, Gjelberit. Edhe këtu na duhet me hupat idenë.
Na I kemi 3 parti letra konservative, shumë të mira I kanë statusët. PDK u bo notën, për në biç kërë që unë ata I kom një mu shumë PDK-s kërë qova e pova vetën djathë, pa morë vërshis ka ndodhë. LDK-a veç që konë registru me në ashtu, na du të me pasë si parti konservative një parshina, dajt për zdajtit që jam të munu shumë, jam munu dej minutën e fundit me LDK ose me PDK me bo një zgjidhje. Na jemi met, pa ka skapëm, as greja më zgahëm. Po du me të pyet diçka për Gjermaninë. Si është tu e pas Gjermania momentalisht Kosovën, politiken tonë, si është tu e pas qeverinë dhe qeverisjen. Ka qenë një kohë kur LDK-ja ishte ajo që kishte raportet më të mira me shtetin gjerman. Më kujtohet pritja që I pa të organizu Isa Mustafës, Angela Merkel, ka qenë I pritje jashtëzakonshme me gjitha ndërimet shtetërore. Një ndër pritjet edhe kënaqësinë që jam shqiptar I Kosovës e kom një kur fatmire, për profesorin Sediu e kanë prit. Po pra. Me një delegacion shumë të madh. Tani, këtu ka tregime të ndryshme që më vonë, edhe të provume këto, Gjermania u fokusu në ndihmë për Albin Kurtin edhe ardhin e tij në pushtet. Madje ish ambasadori gjerman hapun ka qenë pro vetëvendosjes. Kështu ka reflektu të pak. Edhe Partitë Socialdemokrate kanë një familje, besore e din. Si është tash ambasadori situata? Ka qenë I SPD-s. Po, si është tash situata, si janë raportet, si po na shën neve Gjermania në. Çfarë mendimi ka tash për vetëvendosjen edhe Albin Unë edhe Kurtin? pak I pa përgatitur se kemi një video që na ka thonë, na ka çu selom, që kanë ndarë te unë Elmanbruk. I kemi kohë 2 muaj me Boçeverin. Po ndryshe këto foret që I morim na Amerika, Kosova është pjesë e Evropës, edhe nëse menojmë na që I prish raportet Gjermania me Amerikën për Kosovën, dihet që na shtrydhin si një pleshtë. Nuk kanë kohë mu morë me ne, herët koqa mati o gjujt topit e Berlini, rruga e Kosovës më shku në Bruxelles, edhe NATO është në përmes Berlinit, dëshira e qeverisëve, e gjitha partive, mbështetje kemi, po na, mjë lutë ka u bëj, Bashkimit Evropian nuk mujmë se s'kemi asaltia. E këtë lojë është e bo për Ministri Kurti. Sa është e dëmshme kjo? Sa janë të rrezikuar raportet me Berlinin? Niko, këtu partnerët e mdhej... Po mjafton mos me të përkrahet. Në ta inë shuplok. Po pra. Ate s'ta inë shuplok, po s'klon më akur në Berlin. Klon më sjell koridorëve dhe më shku. Kjo ministra punëve ashme, shkru në SMS-a, deputetve, herë shkru në burë I saj, nuk ka diplomaci. Nuk kom qef se unë e di që ti ki qef. E dene ju që ju shkruan? Po, e kom. është lojë e fëmijëve. Po më do këtë ty në herë, qikat ku lushin që lera, se ashtu nuk bëhet politika. Se dhe në arnojmë e homë bukë në Gjermani, e kemi me që nuk është mirë. Nuk është mirë një ministrit që merë postin e ministrit, mi shatë qytetarët e vetë. Pse njën dikon, me njën dikon. Ministrën ashtu më bëha se shpionoshat vogla me SMS-a bëha më hore. Pak kemi shtet, pak kemi njerëzi kur ki post shtetit, na kemi gazetari, po kur tu je ministër, më shkru SMS-a njerëzve në për lukë butë është gjëna. Sa e bëva kjo është plakës se shenë, du të me lezuar në SMS-ën. Nuk është. Kjo është dobësi. Kjo është qasja e diplomacisë sonë? Po, kjo fatkeqësisht është. Ish ministra e Gryne, shpesha e ka thonë, po, prap kjo. Shkruaj SMS, ajo midis New Yorkut, Washingtonit, shkruaj se ashtu s'bëhet diplomacia bëhet me letra. Kjo I bjen me të lodhë, do me thonë me SMS-a. Po, gjermanisht I thonë shumë vida mal në frojnë. Çka nëse ta bën blok në çfarë, s'mundesh me shkruaj. Ka mundësi që ka bëhet dikur. Ka mundësi. Ashtu thjesht s'moni se rrezikshme. Nëse kur që hecë të rrezikshme, s'tash vërtet. Edhe me kënd me qeverinë e Gjermanisë, do të thonë vendin kryesor Bashkimin Evropian. Që ata na duhen neve për Zotin, edhe s'kan çfarë po na do, se nuk thash që jemi 1 milion, ne jemi gati 600.000 me letra që jemi, po 600.000 shqiptarë, në atë frunktin e kollën bebi, kur jem shkuon, edhe na kemi pas naj problem fëminise, kemi bon naj shërë. Po jemi sot kombi maj dashtur, maj emancipum edhe inkuadrum në shoqëri gjermane. Na këtë respekt që na kallzojnë, janë bo misasi, janë martu familje. Nuk e mendojnë jetën për shembull pa neve. Janë njerëz punëtor, kanë restorana, gjithë konteshet. Në Berlin janë 1250 restorana shqiptare. Nuk ka mundësi. 1200? Po, nuk ka mundësi shqiptar. Nuk ka mundësi më dalë kancellaria
një janë mujtë ose kancelari pa unë e darë këtë shqiptari. Më stojmë për deputet, plus jemi mikë pëjtë, ato në ka rujtë zoti. Për shta unë mundona gjithmonë mos me shkop diasporën shqiptare, mos me përqa sheri do votave, edhe i lësë edhe diasporën, ikne se sheri partive atje nuk na vynë në i nërme viti. Na du të më konë bashkum, këtë vinë të më pas drejta tona, mos më na... Këtë pavra se, du të më bo mi pas 10.100 euro. Du të më njës këtë vishë Prishtinë. Me be halos ka ndodhë, në kodë Jugoslavis, kodë Ticë. Sarë je dalë të kufini e kërshut, ka alla kodë sa para për merë me viti. Se për do më tënë në Jugoslavinë. Këtu qajsit vjen du të me qilë badi fokën në plaka, me a gjithë pas do të më sminje, të bojnë horë. Mirë balë është me leqë. Po pëse s'pi kontrollojnë këta që për dalim me kofira para të korupcionit. Se s'po kom qepu në dashtë të sot ma qëtësishtë. Që to ndërtesa, që to ndërtime, që to hi drejqi madhë. Nuk ka mundësi se unë për biznes jo me lemë. Nuk ka mundësi gjithë këtë ndërtim pa u bo me para të korupcionit, ose para drogë, qoftë Shqipënis, qoftë Serbisë. Na jemi të flajtë. Se dikur, këtë më rrimë krimi organizum, më tutë kryeministi për shefave të krimit organizum, atëre jemi bo si Serbia, Shqipnia, Macedonia, ose Moli Zi dhe Mazi. Është momenti fundit mi qelë sytë. Edhe këta që janë poste. Se më interesum, e se më konkurri interesum më kalzu kush është Gali Dresha. Qëto levizje i këmë bo bashkë me kastë mos më të qumë fjallë. Se desa të apë mështjeti e Bundestagët, deputet e Bundestagët, se qojnë fjallë. Unë e ka njerë në zjedhet para se këmë ljo vetën kush është. Më ka ardhë tërpë, që fa shame e këmë morë pe fëmive, pe miqve mi. Po, ato e në shtepjake, deshprume, rinë të shpia, se kanë bërë një njerë shtetit. Zakonisht, kutinini që kanë thonë, që folin që kanë thonë shumë 3%, ata folin që ka thonë asnjo. Nuk folaj që ka bo, hila priza zotë, mi thonë parët. Ose për UQK, ata që s'kanë bo kërgjon, flasin kanë nga interneti. Edhe kur ma bojnë ka e like s'kom qef. Se s'është e sinqet lajgën në të. Në internet s'pja u shojnë ftyre. Po s'pja u shojnë ftyre. Qove, zara këni ju disë, ju në kalzoni, më të vëtjet me knatësi, se edhe na që se këqyën për njerë, me po emision në jo është mirë se paka shumë, ja po shumë në kalzoni realitetin që shumë gjanja politike në Kosovë. Dhe inshallah e një me hymër e vazhdoni këtë punë. Ku është në aliancën pas zgjedhjet në 28 nëntorit? Cilat janë pritjet e juja, personale po flasë? është keq... Jo gjithmonë politikanët të tregojnë të vërtetën, për shkak se... Jo në munona gjithmonë me thonë ata sa menaj se delma thjeshtë. Në parashikime se... Unë mendoj që Ramushi kër e ka për një me, që tash për shoh që është në formë, është mirë. Është formë, është mirë. Edhe sa urdhëzu Ramushi që ro pa grup kur u quhet shumë më fort. Po sa do unë jam shumë më fort, se s'kam pas në arsye këtë më largu. Po arsyeja vetëm janë që më ka dashur më shkollu, më mbajt orë, më pagu, se kur jam kon para në deputet, i pyetësha këta miqtë e mi kanë atë kisha ditë që është menoj gjermanisht me thonë, isha konë më mirë si jo. Se jeta e më shku pe i fëmije, pe i katonit, unë edhe politiken, edhe biznisin, edhe ekonominë, e këmësu gjermanisht. Nuk është... Mendoj gjermanisht. Mendoj gjermanisht. Tash ka njës pak mu hi, ka i kompleksi. Unë mendoj që kemë më dalë mirë. Unë nuk e di për qindja sa i bjerën, po me llogarin teme, unë si marrë 60.000 vota vetë. Po akcioni pe diasporë më ka orë shumë i fort. Kër kom hi unë kandidat para në asë kom ditë që ka o Facebook, asë kom pas Facebook, asë e kanë ditë një azit që jam. E kom një mështetit fort për diasporë, që o për Zvicre, që o për Francë, që o për Gjermani, am vjen ajo vot, e votu me flet votime më posë, nuk nga mërmenja, po njës të mi kanë marrë shumë këto. Dallimi ka më konë që në koti jam i bindit që kanë më hi 30.000 vota për mu. Sa milion komisionerat e langsë nuk e di. Po i bu mazër, misa, ta në bu mazër mi nëmru. Ne kemi po gjitha teknologi, ama se këshim bu ala me skenu me nëmru kompjuteri. Du të më lonë hapsira, sistemi zgjedhor dhe deputet është, për ata të dashurit e krytarëve partisë du të më dalë gjithë qështë.
Stash ko qa shumë ju kanë bora mushit, bo vakim bjerë fatë mu. Jemi në fund zoti Po, faleminderit. Unë e di që plot gjëra kanë me pa u diskutu edhe plot tjera kishin mujt me diskutu, po sa i radhën e listën e aleancës ju keni numrin goxha lartë. Pra jeni me numër 8. Dhe kjo është një vlerësim nga që ju ka ba juve partia, aleanca, deri sa keni marrë numrin në 10-shën e parë. Se 10-shën e parë konsiderohet ajo ekipi parë që lufton për pse numrin, pse avdha këtë Unë e kum lyp 60, se kum pas fushatën komplet të kryme, se kum bo 60 vjetë ngusht me numrin e 8. Pa i më thonë drejtën, ashtë e ka pas që e para mushi më morë pak më të mirë, se si kum lyp numra mushi, se kur zoj, kur. Unë edhe smerna, ama të që njëherë më kom të. Po, ma mërmenja e ka vleft, pak edhe më kalëzu meqve e shokve që edhe më qitë për derë në i përpërzorë kër ka nevojra mushë. E kom një të asyshme që është mirë opozita më forcu, se po se kish kalu të pragull që s'kom dyshime që ka me kalu, unë logarisë me 11 ose 13 deputet me numra se di, e kemi një listë më të mirë që kanë dikush, bëllin listën tonë 25 vete po i njenë dikush, ka të në veta në komuna në Prishtinë, është pasoni që arë zoti Agim Qeku, unë edhe zotin Berisha, se në kanë bo shumë Berisha neve në parti, e qmoj, pra më kom qenë për zëren, inshallah mushën, zakonisht bebe, na dy e dim, këtë jam partit politike në Kosovë ngusht, e morin një njetë që bje 2.000 vota. Po kjo është kapel shë. Unë e kom qefën më respektu Zafirin edhe generalin Qeku, se po bom edhe nasi partit, ja morim 2.000 vota edhe shkaj, pe djegum njën. Këto ja kom kërku dje personalisht të mushit një stëllë, është mirë që ata njësit të adhonë krahin më smil shumë. Më smil vjetë votat, unë në nërishës di, kështu, po në e di që kesh përdojnë votat për me adhonë 10 shës parë ose ekipit parë. Kemi një ekip shumë të mirë, është Burim Ramadani, një djallë shumë i mirë, shumë i zgjutë, dhe është zoti bo vota, po bo mira burimit për mra pa meje, burimi është ma e vleshëm për Parlament Kosovë se unë. Besnikun e kemi kështu, si motra e kemi, si vla, na duhet për kryetar parlamentit, është i përgatitun, mësa rastës duhen me shmeliton. Besniku është i mirë, veç edhe vota ti kish pas. Ti kish pas edhe vota. është profesionalist. E kom zemër unë, na kemi shumë mes përbashkët. Po sara është se nuk din me të mirat e vetat, vetën, më arë një pejzavens kërministë, dhe më punë në pytje, ka hapësie në aleancë, është motori aleancë, kështë që po lypi vot për Besnikun, se po jemi shumë shokë për ngosë. Uraj që ju merë një vota fillimisht, aleanca në përgjithësi, dhe Kosovës i japni një qeveri edhe një qeverisje që e meriton. Unë uraj, i thras edhe këto partitë si motra konservative, t'i qelin sytë dalin, bojnë vota, mës të flajnë, se nuk është kajt gjithka asfalt, duhet më punu ma shumë, që bëndë që më dalë partitë konservative më mujtë me kriju një qeveri. Kanë punu, jam i bindë që kanë punu ka pak bashkë, po duhet më vizion ma të lartë më pas. Nuk i bon mirë as vetë vendosis, as zoti Kurtit, më i edhe qeveri me shkatru vetën edhe partinë, një përshem i bon mirë, edhe janë kapë edhe këta pak, si nga partit tja, janë kapë, i kanë bletë do kravata, Leukut i kanë trash faqet, u bo djali mirë. Mirë që zoti Dresha e ka numrin 8 në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, është nga i stoku, është vendasi imi, e mbështes fort se cilin veçanërisht zotin Dreshaj në garën për deputet, nëse kurgjo ka pak diçka të Ibrahim Rugove se kojshia aty kanë qenë, ju falenderoj për vëmendjen, gjithë mirat.